Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 11 nga fillimi vëllezër. Kapitulli 11 që nga fillimi dhe ndodhi që kur Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij 12 dishepujve, të vetë u largua nga ai vend për të dhënë mësim dhe për të predikuar në qytetet e tyre. Por Gjoni që kishte dëgjuar në burg të flitej për veprat e Krishtit, dërgoi 2 nga dishepujt e vet për t'i thënë: "A je ti ai që duhet të vijë apo të presim një tjetër?" Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Shkoni dhe i tregoni Gjonit ato që dëgjoni dhe shikoni. Të verbrit po shohin dhe të çallët po ecin, leprozët janë pastruar dhe të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u shpallet të varfërve, dhe luma ai që nuk skandalizohet nga unë." Dhe kur ata po largoheshin, Jezusi nisi të thotë turmave për Gjonin: "Çfarë keni ta të shikoni në shkretëtir? Kallamin që jetun dera? Po çfarë keni ta të shikoni? Njeri të veshur me rroba të buta? Ja, ata që veshin rroba të buta janë në pallatet e mbretërve. Ose çdo të shikoni një profet? Po ju them, ai është më shumë se një profet, sepse ky është ai për të cilin është shkruar: Ja, unë po dërgoj lajmëtarin tim para fytyrës sate, ai do ta bëj gati rrugën tënde para teje. Në të vërtetë po ju them, ndër ata që kanë lindur prej grave, nuk ka kurrë një më i madh se Gjon Pagëzori, por më i vogël në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Dhe që nga ditët e Gjon Pagëzorit dhe deri tash, mbretëria e qiejve po pëson në dhunë dhe të dhunshmit e rrëmbejnë, sepse të gjithë profetët e ligji kanë profetizuar deri te Gjoni. Dhe në datë që ta pranoni, ai është Elia që duhet të vijë. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Amin. Vëllezër, e falenderojmë Zotin vëllezër për fjalën e tij. Thotë që Jezu Krishti vëllezër përfundoi dhënien e porosive të 12 dishepujve dhe u largua nga ai vend, ata bende Zotit vëllezër. Shikojmë shumë herë në fjalën e Zotit që Krishti u jepte urdhërime dishepujve dhe shumë herë si të rinj që ishin ata i dëgjon ato urdhërime të jepte Zoti dhe të tjera bënin. Kur Zoti u ngjall u tha që do shkonin në Jeruzalem dhe do prisnin premtimin e Atit. Pietri mori 6 apo 7 vëllezër të tjerë, nuk e mbaj mend, edhe çoi për të shkuar. Urdhërimi i Zotit që do shkonin në Jeruzalem, atje do prisnin premtimin e Atit, që do merrni forcë nga lart lati Zotit. Rrugës për në Jeruzalem u thoshte që ja biri njeriu po ngjitet në Jeruzalem, edhe atë do ta kapin, do ta arrestojnë, do ta torturojnë dhe do ta kryqëzojnë, por në fund ai do ringjallet. I dëgjonin dishepujt to vëllezër dhe nuk i dëgjonin. Prandaj në shumë vende në Bibël Zoti na thotë që kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Sepse të gjithë dëgjonin fjalën e Perëndisë, por jo të gjithë dëgjonin me vesht e tyre, por diku zemra e tyre ishte larg. Ata diskutonin ndërmjet tyre se kush ishte më i madh ndërmjet tyre. Të tjera thoshte Zoti, të tjera kishin ata në zemrën e tyre. Po shkonin në Jeruzalem të kryqëzohen bëhuni gati. U thoshte Krishti. Edhe ata diskutonin mes tyre dhe thoshin kush është më i madh. Lavdi Zot brand të vëmë veshin vëllezër fjalëve të Perëndisë. Sa herë të dëgjojnë fjalën e Zotit, sa herë ta lexojnë fjalën e Zotit, qoftë nga tribuna këtu apo nga predikimet që dëgjojmë nga vëllezërit, mos ta dëgjojmë sa për ta dëgjuar, por ta dëgjojmë për ta kuptuar. Edhe ashtu që lexoj vllai, njeriu që dëgjon fjalën e Perëndisë sot, edhe se njeriu që vajta në mëngjesu tek pasqyra, e pa kokën pa kreur, edhe atë ti ke kështu pa kreur. E pash veten pa rrojtur, edhe atë ti ke kish pa rrojtur. Nuk ka asnjë lloj kuptimi vetë shkoj vetëm ti me këto mangësira, edhe mos marr masat e tura vëllezër. Çfarë vlere ka të dëgjoj fjalën e Zotit, të dëgjoj mesazhin që Perëndia më jep, edhe unë ato që dëgjoj për vetë time, nëse Zoti më flet që unë të pendohem, duhet të pendohem unë dhe jo vllai që është ulur me mua apo motra që është ulur me mua, nuk ka asnjë lloj kuptimi. Çfarë kuptimi ka që të dalë përpara pasqyrës, edhe siç e pash vetëm ashtu të zhubrocur ti ke ashtu zhubrocur. Lavdi Zotit. Prandaj Perëndia na thotë vetë të kemi kujdes kur të dëgjojmë fjalën dhe të bëhemi verës të fjalës. Për nga mësimet i kemi vëllezër të gjithë, mësimet i kemi të pasurishme. E falenderoj Zotin se më ka vënë një kishë që
predikohet fjala e Perëndisë së pastër. Dëgjoj predikime nga më të ndryshëm nga vëllezër të bekuar dhe ngreqende ku jemi nga punëtorë të mirë që Zoti ka vërtetuar në veprën e tyre, edhe kjo gjë nuk na mungon. Jemi të pasur për sa i përket fjalës Perëndisë dhe secili nga ne di kush është vullneti i Perëndisë. Po të pyesim një fëmijë të vogël çfarë presim, jam i sigurt do na thojë që presim rrëmbimin e kishës. Domthonë dijet nuk na mungojnë. Por ato që do Zoti na ne duhet që ato dijet i lënë veprim. Mund të kemi makinë të re, të bukur, të shtrejt, po nuk jo dha benzina, po naftë, apo gaz, edhe ta nxjerr në rrugë dhe të eci, çfarë vlerë ka ajo makinë për mua? Kështu do të them një fjalë e Perëndisë. Ato dije që kemi, ato i kemi mësuar deri në sot vëllezër, ti hedhim në veprim, që të vi bekimin në zemrat tona. Lavdi Zotit dhe gjithmonë ajo që them është që fjala e Perëndisë predikohet për mua. Nuk predikohet as për gruan time, as për fëmijët e mi, as për vëllain që është ulur afër me, as për motrën që është ulur afër me, por fjala predikohet për mua. Sepse shpëtimi është personal. Vëllezër mund të bekohen, mund të thoj një predikim i bukur, por unë kur e morë këtë fjalë çfarë bëra? Lavdi Zotit, sepse përpara Perëndisë vëllezër është shumë e frikshme ajo që lexon fjalën e Zotit. Njeriu do të qëndrojë përpara Krishtit, të gjithë njerëzit, jo vetëm ne besimtarë, por edhe jo besimtarët e njeriu do dritet si gjetja e pemës. Aq e latashme është prezenca e Perëndisë, edhe do jetë në atë kohë. Edhe ne sot na dhënë mundësia ne, edhe do na kërkojë shumë ne që dim shumë, sepse ato ditë nuk do ketë shaka vëllezër. Nëse studentët kalojnë nga banët e shkollës, si kalojnë dikur, edhe ngela në klasë dhe dhash provimin përsëri në vjesht, atë nuk do ketë rast të dytë. Rrëmbimi i kishës do bëhet vetëm një herë vëllezër. Edhe do bëhet sepse na thot fjalë e Perëndisë, edhe fjala e Zotit është po edhe amin. Por zemra ime ku qëndron në lidhje me rrëmbimin e kishës? A jam gati të thos Zoti mua sot si artan? A jemi gati vëllezër për rrëmbimin e kishës? Për pak do qëndrojmë të marrim nga trupi dhe nga gjaku i Krishtit. Zemra ime është gati të marrë e pastër nga trupi dhe nga gjaku i Krishtit. Dijet i kemi të plota siç tham. Por jam gati të marrë të shtrit dorën i pastër. Kjo orë është ora jonë, vëllezër. Edhe që sot besoj se i them dhe unë vetes tim gjithmonë të bëjmë një fillim të ri me Zotin. Sot të bëjmë një fillim të ri me Zotin. Në marrëdhënie të kemi njëri tjetër të bëjmë një fillim të ri me Zotin. E shkuara kaloi. Në qoftë se Zoti do na kujtonte vëllezër të shkuarën tonë, asnjëri nga ne nuk do të sot në kishë. Zoti asnjëherë nuk na kujton të shkuarën tonë. Erdhi një ditë në Rodës një shoku im i botës, kur unë kisha rilindur, kisha besuar, edhe bashkë me ne ishim rritur aty në Urva e Grore, edhe bënim ato paraçollënjat tona, si të bënë gjithë bota, edhe kur erdhi aty më pa tjetër dhe më tha, çka ke besuar? I tregova, i thash që kam besuar te Krishti dhe më ka ndryshuar jetën. E di çfarë bëra vëllezër? E mban mend çka kemi bërë. Filloi po më tregonte të gjitha ato që ne kishim bërë dikur. Edhe në zemrën time nga që isha besimtar i ri, ra një peshë, një mërzitje, e thash, unë nuk jam i denjë që të ndjej Krishtin. Edhe kur vata në kishë më pa vëllezër të mërzitur, e më tha, çka ke, më pyeti një vëlla. Edhe i tregova, më tha, vëlla, djalli nga të ka sulmuar. Sepse Krishti, ato që ne kemi bërë dikur, thot, kohën e pa dije Zoti e anashkallon dhe nuk vjen përsëri të nxjerrë ato mbeturinat që ne dikur i lam aty edhe u pastruam vëllezër, Zoti kur nuk do vi të na i nxjerrë përsëri në sipërfaqe. Por djalli është gjithmonë vjen edhe trazon ato ujëra dhe turbuta, edhe vjen na nxjerrë në sipërfaqe të gjitha ato që ne dikur i kemi bërë vëllezër lavdi Zotit. Kurse Krishti nuk ka për ta bërë kurrë këtë gjë. Ai në dhjetën e vjetër thotë që unë më ka tetuar do t'jolla në thellësitë e oqeaneve. Sot ka oqeane dhe thellësitë e tyre që janë të pasbulura akoma dhe nga shkencëtarët. Ati ka edhe Krishti. Që të mos mundet asnjëri vëllezër të hyjë atje të nxjerrë ato mbeturinat tona, se Krishti na i fali mëkatet herë për gjithmonë. Edhe atë letër që djallin e kishte ndërtuar dhe kishte shkruar gjithë ato akuzat tona,
Krishti e kryqëzoi në kryq të Golgotës. E nguli edhe i lau të gjitha ato akuzat me gjakun e tij vëllezër. Lavdi Zotit. Zoti na do shumë dhe dashuri Krishti. Edhe tani shikojmë këtu rastin e gjumë pagëzorit dhe shajmë që vllai lexoi pak më parë, shikojmë që ky punëtor i mirë, kaq i mirë i Perëndisë dhe ky vlla kaq i bekuar, tani gjen një vështirësi të madhe. Dhe me të vërtetë jemi njerëz dhe shumë herë unë them që kjo botë pjell probleme. Kjo është botë me probleme vëllezër. Ka periudha në jetën tonë që jemi mirë me Krishtin, ka dhe periudha që bjem si njerëz me dobësira se jemi njerëz. Na vërteton vetë fjala dhe vetë jeta jonë që ne jemi njerëz të dobët, jemi mëkatar, edhe kemi nevojë vetëm për Krishtin. Nuk kemi nevojë për asnjë gjë tjetër. Edhe ky punëtor i Perëndisë tani gjendet në një vështirësi vëllezër. Është ai që dëshmoi ja biri i Perëndisë, qenjë që do ngrej mëkatet e botës mbi supet e tij. Është ai që pa frymën e shenjtë të vinte në trajt pëllumbi edhe dëshmoi, është ai që do gjyjë zerrin e atit, lavdi Zotit. Edhe ky punëtor ka qenë mirë vëllezër, shikojmë tani këtë vështirësi të jetës tij bie në dyshim. Lavdi Zotit, çfarë bën? Dërgon dy dishepujt e tij dhe thotë, shkoni dhe thoni, a është ai që duhet të vijë apo presim të ketë tjetër? Lavdi Zotit, dhe më bën përshtypje edhe se këta dy dishepujt e këtij vllait ton të Gjonit nuk u skandalizuan me Gjonin, por shkojnë edhe zbatojnë atë që ai u thotë. Shkojnë te Jezusi dhe e pyesin, a je ti ai që duhet të vi apo të presim një tjetër? Lavdi Zotit, por Krishti vëllezër me dashurinë e tij shikon që asnjë nuk e gjykon njeriu. Nuk gjykon as punëtorin e Perëndisë, as fëmijën e vogël, as atë vllain që ecën keq, vëllezër që kanë rënë, asnjëherë Krishti nuk do vijë të na gjykojë vëllezër. Prandaj na thërret na kërkon dhe na kërkon nga ne që të ngjajmë atij. Të ngjajmë Jezusit në çdo pjesë të jetës tij. Të bëjmë do të porruar si ai. Të kemi dashurinë e Krishtit, të shikojmë vëllezërit me syrin që na shikon në Krishtin. E di si na shikon Krishti vëllezër? Si na shikon Krishti? Se sa vlerë ka një shpirt për Krishtin, thotë vëllezër pardje që ka kaq shumë vlerë një shpirt përpara Perëndisë, sa që kur pagëzohet një shpirt dhe merr vendim të ndjekë Jezus Krishtin, të dalë nga kjo botë mëkatin nga ato kthetrat e djallit, thotë që bëhet festë në qiell. Për një shpirt, bëhet festë në qiell. Ka shumë vlerë ka një shpirt për Jezusin. Ka kaq shumë vlerë sa që ai la 99 delet e tij. Edhe shkoi thotë edhe kërkoi një dele. Po ke 99 lera që janë skaj elektriki. Jo, vëllezër. Neve shumë e flasim për ferën dhe parajsë dhe nuk e dim çdo thot ferë edhe parajsë. Na tregon fjala e Zotit thotë, aty do ketë kërcellim dhëmsh thotë dritë dhe kërcellim dhëmsh. Do thoshë u tregoja vëllezër në Greqi kur iknin me këmbë rrugës, e kalonin ato net të ftohta, shumë ne flinin për jashtë, flinin, s'kishim ku flinim, edhe nga acari dhe nga të ftohtë që kalonin netët, ndjeja trupin tim që dridhej, në adhim të mesin nga të ftohtë, edhe dhëmbët dridhej dhe godis njëri tjetrin. E kur vëllezër ka ikur në Greqi dhe e dish do thotë rruga për Greqi, vllai po tund kokën tani se ka provuar, e dish do të thotë vëllezër të kalosh një natë në acar, në dobor. Edhe me mend kam lirë vetën time të më dridhen dhëmbët e të kërcasin nga i ftohti. Edhe na jep Zoti të kuptojmë që çdo thotë ferri, çdo thotë parajsa. Edhe do që ne të kuptojmë rëndësinë e parajsës. E do Zoti që ta fitojmë parajsën vëllezër. Jo 99 delet, po ta fitojmë të 100 delet. E kjo vëllezër varet nga ne të gjithë. Ta bëj Zoti. Të bëhemi ndihmës të njëri tjetrit. Ashtu si na deshi Krishti, ashtu si na do ne të gjithë dhe Krishti sot, jo na deshi po na do, kështu na thërret Zoti sot të duam të gjithë vëllezërit tanë. Asnjëri në kishën e Krishtit nuk është bërë poshtë. Asnjëri vëllezër. Zoti na ka të gjithë dhe ne jemi trupi i Krishtit. Dikush është syri, dikush është dora, dikush është goja, dikush është këmba. Para 6 muaj preva dorë me trokohet disa vëllezër e tim. E preva deri atje sa arriti dhe të prisa dhe tenën.
Më rojti Zotit që nuk e preva se dorën do bejme. Zotit më rojti e preva për 1 sekundë, atje në punë e sipër edhe ishte Krishti që ma mbajti dorën. 6 muaj kisha dorën të lidhur me bajavat. Isha e pa dobishme vëllezër. Nuk mund të kisha, së të mos ditë e para, nuk kisha dos makinën. Se i dhe të oremajt i bërë timonin, tani do të mbajt timonin me dorën djatë, të fuzja edhe marshe në dorën djatë, kështu që e kisha shumë të vështirë. E gjithë mendja dhe ajo zemra ime ku ishte dhe të tore prerë. E pa dobishme ishte, nuk mund bëndë të asje. Kishte e dhimbje, doja që rrënë i vjetës, nuk e që rrëtët. Se duhet do të vjetë bërë, nuk e lëvizën do të fare. Kjo mos e gjitha jo, qenje ime dhe mendje ime vëllezër ishte të këtore vratë. Kështu edhe Zoti vëllezër për një që nuk ecën mirë, që ka rënë dobësi, për gjoni që ndodhen të gjende vëllezër, qanë zemre e Krishtit. Qanë për një vëlla që nuk ecën mirë, që është drejt humbjes. Prandaj na ka thirrur Zoti të gjithë që të bëhemi ndihmës dhe përkrahës të vëllezërve tanë. Edhe e shikojmë çfarë thot Jezusi atyre të dysheve, i thot: shkoni dhe i tregoni gjonit ato që dëgjoni dhe shikoni. Edhe i thot për veprat e tij. Që ato që ti dëshmove, ato që ti pe, tani po bëhen realitet. E thot diçka të bukur vëllezër që pëlqen shumë, dhe është ajo që Zoti më ka vënë në zemër. Aleluja. Tek vargu 6 thot: dhe luma ai që nuk do skandalizohet nga unë. Lati Zotë. Ka një nga lumëturit dhe na përket ne, besimtarve, ne të krishterëve. Nuk janë vetëm ato në lumëturit që luma i që ka zemër të pastër, luma i që u bën ballë atyre pengesave, por luma i thot që nuk skandalizohet në unë dhe është një nga gjërat dhe që na prek të gjithë. Dhe ate i kam që lexojmë nga fjalë e Zotit dhe nga ajo që kam parë në jetën time, dhe ajo që Zoti më ka vënë fort në zemër dhe ditë se është që Zoti nuk i pëlqen që unë të skandalizoj një shpirt, dhe Zoti nuk i pëlqen që unë të skandalizohem. Nëse unë do skandalizohem nga diçka që shikoj, nga një mundim që unë kaloj si shfolli dhe vllai, Zoti me gjendjen e gjonit nuk bie dakord. Do Zoti nuk do që unë të skandalizohem me një vështirësi që ka në jetën time. Pse e vështirësia në jetën time, unë tani të them ku është Zoti, dëgjoj shumë herë që ku shkuan të gjitha ato të mira që mua Zoti më bëri. Mua Zoti më shoroi nga vdekja e sigurt. Vëllezër e din. Erdhi më vizitoi një natë, edhe më shoroi. E nuk ishte vetëm ajo hera e parë, por ne rilindëm dhe hyrë në kish ato energjitë e Zotit ishin të shumta. Ai sa më thash atëherë do bëhem prift. Me kalimin e kohës Zoti vjen dhe na lë vëllezër pak. Pse se do që ne të krijojmë edhe të mbështetem vetëm tek Krishti. Edhe mos të mbështetemi tek ato energji që Zoti bën në jetën tonë, por të mbështetemi tek fjala e Zotit. Tek ato të mbështetemi. Energjitë ne i duam ato që Zoti bën në jetën tonë, se ato na hecin besimin. Shikojmë edhe Davidin që kur luftoi përballë Goliatit, si e luftoi? I erdhën ndërmend ato që Zoti kishte vënë me të. Ku i gjeti forcën Davidit të mposhte luanin apo arin mund t'i merte edhe qenjën nga goja. Pa i thot që Zoti ishte që më ndihmoi në vështirësi. Ashtu si Zoti më ndihmoi në vështirësi, kështu do më ndihmoj të mposhte edhe Goliatin. Prandaj vëllezër, të mira janë ato energji që Zoti ka bërë në jetën tonë dhe është e mira që ti kujtojmë, ti rifreskojmë se ai që dëshmoi Krishtin vëllezër, më rritet besimin në zemrën time.
marrë dhe gëzim në zemër, marrë dhe besim. Sepse shumë mirë kalon kohë dhe harrojmë se çfarë Zoti bën në jetën tonë dhe harrojmë nga kaluam lavdi Zotit. Edhe Zoti thotë që janë të lumë ata që nuk skandalizohen në mua. Të kemi besim të fortë e Zotit të zërë. Edhe mos të skandalizohemi si shumë nga dishepujt e tij skandalizohen akoma dhe me fjalën e Zotit. Atje ku Zoti u foli dhe u tha që dishepujve dhe të tjerëve që mishi im është ushqim për ju dhe gjaku im është pije për ju, kush nuk merr nga trupi dhe nuk pina gjaku im, nuk ka jetë në vetvete. Dishepujt e tij nuk e kuptuan këtë fjalën dhe e thotë fjala që shumë u skandalizuan me ta. Edhe ata ngellën rreth Jezusit ishin të 12 dishepujt e tij. Edhe u thotë Zoti që mos doni dhe ju thotë, të ikni si çikën ata të tjerët. E shkojmë të Zoti nuk mban njeri me zorë, me dhunë, por hyjmë me dëshirë dhe vini me dëshirë në kish, që se kemi kuptuar edhe që jeta e përjetshme jepet vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit. Jetën e përjetshme do ta fitojmë vetëm duke qëndruar te fjala e Perëndis, duke qëndruar në dashurinë e Krishtit, duke dashur vëllezërit tanë. Në qoftë se unë shikoj vllahun tim që e shoh, edhe Perëndin që nuk e shoh, them se dua, thotë si mund të ta duash ti vllahun tënd? Vllahun që shikoj dhe them nuk e dua vllahun, dhe dua Perëndin që nuk e shoh. Kënjë vetën tonë dhe se të tjera në thotë fjala e Zotit. Ta duam Perëndin dhe lidhja jonë ndërmjet nesh, lidhja burr-grua, fëmijë prindër, vëlla, motër tu në kish, vjen vetëm nga lidhja që do kemi me Jezu Krishtin. Po që se unë kam marrëdhënie të mira me Krishtin, është sigurt do kem marrëdhënie të mira dhe me vëllezërit dhe me motra në kish. Nëse marrëdhënia ime me Zotin është zbet, atëherë dhe marrëdhënia ime me vëllezërit dhe motrat do jetë zbet. Lavdi Zotit. Është fjalë perëndie kjo vëllezër. Nëse unë nuk mbushem me frymën e shenjtë, do ka të ndisim njëri i botës. Asnjë lloj ndryshimi, shikoni vëllezërit dalin në botë. Asnjë lloj ndryshimi nga bota dhe bile bën edhe 70 mund të qijnë. Pse? Sepse ka ikur Krishti nga zemra e tyre. As lutën, as lexojnë, as agjerojnë, asnjë lloj lufte frymore. Edhe bën pre e djallë, lavdi Zotit. Kurse Krishti vetë kërkon të tjera gjëra në ne. Kërkon që mos të skandalizohemi nga Krishti. Mos skandalizohemi nga fjala e Zotit. U dëgjua fjala e Zotit, themi amin o Zot, më jep forcë ta bëj fjalën e Tij. Edhe unë duhet të ruaj veten time mos skandalizoj vëllezër të tjerë. Për herë të parë kur në kish, vëllezër, skandale dina se vjen, shumë herë vjen nga zelli që kemi për Zotin, shumë herë vjen nga padija. Kur hym për herë të parë në kish me fjollcën, hym shpejt. Edhe vjen një motër atje, e zellshme, shumë e mirë është sot, edhe atëherë, po nga zelli kishte për Zotin thotë, burra do ulen këtej, ti vlla të mua do ikë unë e parë. Ti vlla do ikësh këtej, thotë nga janë burrat, kurse ti mota do ulesh këtej nga janë gratë. Edhe vllai na shoqëronte, e mbori në njan, i foli, i tha motër ta leri të lirë. Të lirë, të rinë ku të duan. Se unë aty, bita thash, ndaja ka burri nga gruaja, i ndakan këtu njerëzit gratë nga burrat. Ajo ishte një partije, nuk mund ta quaj se ishte e zell, se më vonë e njohva dhe pash që motra e tonë Zotin, por shumë herë dëgjojmë, e disa herë kemi dëgjuar ato për predikimin e vëllezër. Edhe vjen ora dhe vjen një motër e re, një shpirt i ri, një grua, edhe vetë motra e jetë atë shamin mbi kokë. Ato që ne kemi mësuar për kaq vite, nga të tjerë kërkojmë të mësojmë brenda ditës. Edhe çfarë bëjmë vëllezër, bëjmë që të skandalizojnë shpirtin e ri. Nuk na ka thirrur Zoti vëllezër të bëjmë në rregull të kish. Shpirti i ri do hyjë në kish, do dëgjojë predikime, do dëgjojë mësime, në bashkësi me vëllezërit bëjmë pyetje ndryshme që ne mësojmë, edhe avash, ashtu si Zoti bëri durim me mua, ashtu do bëj durim me shpirtin e ri. Nëse unë kam mundësi të ndihmoj, do ndihmoj në veprën e Zotit. Ta marrë dhe shpirtin e ri dhe të them, nuk e di nëse kam thënë edhe herë tjetër, po do ta them prapë këtu. Kur mblidheshim atje në Rodës, ishte një motër që ishin të gjithë të rinj.
edhe pyeti për shamin, përse tha një gratë këtu nuk kishte hapën shamin. Edhe hapi fjallën vllai që lexonte nga fjala e Zotit, edhe hapi atë tek letra e parë të Korintasve, edhe lexoi te kapitulli 11 se si duhet që ndrojë një motër në kishë. E lexoi, shtjelloi, edhe në fund ai tha, nuk e kam kuptuar. Shumë mirë tha, vllai, do i lutemi Zotit tani tha, që ai ta japi ta kuptoj. Aty në dhomë lozin fëmijët tanë që të vegjël 4-5 vjeç, edhe lozin njëri tjetër, se shumë merë fëmijët lozin aty, edhe benin edhe zhurën, por më vonë vëllezër vendosën një fëmijë të kishin bashkë me ne, sepse fëmijët sot aty ku janë, dëgjojnë fjalën e Zotit ata. Shumë merë dëgjojnë fjalën nga lart dhe më godiste i vogël në bryl. E dëgjove vërtet, ndërkohë që loste me lodra, në bryl vërtet e dëgjove, kishte diçka që më kontrollonte mua në lidhje me atë që unë isha bërë të vogël. Më tha që kjo është për ty. Lavdi Zotit, dëgjoj fëmijë dhe ti kemi fëmijë këtu, do qaj fëmijë, le të qaj. Se dhe unë kur hyra në kishë dhe fëmijët ishin të vegjël, i vogël nikte nga kisha, nga stoli që në atje, vinte këtu përpara dhe shkonte vllai kështu. Çoveja i vllai që aty e merrte, çonte atje dhe unë këto rregulla fillim nuk i pija, por pastaj fillova dhe më bëjte, e merja çunin, e mbaja afër stolit atje, vëllezërit bënin durim me fëmijët tanë. Sot në kishë kemi motra që janë shtazan, fëmijë nga 6 muaj deri na i ka bekuar Zoti dhe tuti. Të gjithë deri në fund. Të gjithë dy fjalë e Zotit. Dikush qanë, le të qaj. Ne qatë me të bëjmë durim, se dikur ne kemi qenë fëmijë. Kemi qarë dhe kemi arruar, kemi kaluar shumë herë. Ku më dërgojnë prindë e mi, babaj, edhe nëna më dërgonte ato arrakatlegje që kishin bërë vëllezër, temi kemë bërë gjëra tilla, të tilla. Durim bëjmë për me ne. Durim do bëjmë dhe ne fëmijët tanë, me vëllezërit tanë, me motrat tona, se dhe Krishti bën durim me ne vëllezër. Lavdi Zotit. Edhe dela i fëmijë e vogël atje dhe vetë i thot vllajt. I thot vllai thot, mos e pyet Zotin i thot për ato gjëra që janë shkruar në Bibël. Aleluja. Lavdi Zotit. Se vllai tha motrës që tani thot do ulem në gjunjë thot, edhe do ta pyesim Zotin. Kjo është një gjë e shkruar në Bibël. Motra kuptoi dhe pasaj më vonë, se nuk as kishte atë apetisin temi që ta mësoj tani dhe tani. E dëgjoj përsëri, java fjallën përsëri, e dëgjua përsëri deri sa motra e kuptoi vetë. Dhe kjo do vijë vëllezër vetë me tiu. Në qoftë se do bëjmë gjëra me shpërngata, nuk jemi për Krishtina ka lënë të mirë dhe ato duhet i bëjmë me dëshirë. Qoftë se ne themi amin në fjalën e Zotit edhe kështu na do Zoti, kështu ta bëjmë edhe ne. Amin. Lavdi Zotit dhe ato do të kemi kujdes dhe në kishë, edhe në ambientet e punës atë ku jemi, sepse ju jeni drita e botës sot, ju jeni kripa e tokës. Mundet një krishteri të dëshmoj Krishtin në punë dhe pasaj të shaj, të bërtasi. Ne jemi thot pali letër e lexueshme, na lexojnë të gjithë. Kjo është e sigurt na lexojnë të gjithë. Shumë herë nuk e dëshmojmë Krishtin nga frika shumë herë. Nuk munden, ka vëllezër nuk e dëshmojnë Krishtin dhe kjo e mira që të dëshmojnë Krishtin vëllezër, edhe vetë tjetër të pyet. Ti çfarë je e ka ndryshe nga ne? Lavdi Zotit. Edhe imagjino tani që ati i ke dëshmuar Krishtin, të dëgjoj duke shakë, të dëgjoj duke përtitur. Lavdi Zotit, çfarë buri pengese do bësh për shpirtin e ri që për atë shpirt, ka dhënë jetën përsëri Jezu Krishti vëllezër, lavdi Zotit. Këtu në kishë, brenda në kishë, me njëri tjetër. Mos të bëjmë ku skandali për vëllezër. Erdhi një vlla nga Selaniku tek ne, bente ushtrinë dhe vinte çdo ditë në kishë. Edhe në kohën që ishin gjithë në kem, kishte dhuntin e profecisë. Edhe siç porin ishin në kem në lutje, po ishte një kohë jo lavdërimi. Fillon të profetizoj, po filloi kaq fort vëllezër sa u tundë xhamit. U dëgjua një qarë fëmija të në fund. U tremë, dikur beri. Edhe
E ka po vërtet vëlla, pastaj e ka vëlla, e tha vëlla, po kjo ajo të e thirrra e fortë. E shkojmë që nuk sjell ndërtim. Zoti mund t'japi me të vërtet mesazhi mund ishte nga Zoti, por Zoti na ka mësuar se si duhet të jetë profeti në orën e lutjes, si duhet të qëndrojë në orën e lutjes. Në fillim kur ishte një vëlla, isha ulur bashkë me të, nga ora 7 deri në orën 8 vlezër, fliste gjuhë tuaja, pa ndalim. Edhe unë isha afër tani dhe e dëgjoja. Pa ndalim gjuhë tuaja. Unë nuk e di çfarë gjuhë tuaja. Edhe as pata mundësi të lutesh atë të përqendrohesha në ato që duhet të thoya Zoti. Lavdi Zotit, të gjitha këto me kalimin e kohës vëllezër i mësuan, por e rëndësishme është që mos të bëhemi skandal për njerëzit. Ju thash edhe para dia dhe premtimi i Zotit është që Krishti do sjellë vëllezër në kish. Do sjellë shpirtin të rinj Zoti në kish. Ai që duhet shikojmë këtë rregull i kishës, dashuria për njëri tjetrin, po të ecë sipas rregullave të kishës vëllezër, në orën e lutjes, në orën e predikimit, kur ndahet trupi dhe gjaku, të rrojmë paqen, qetësinë, edhe shpirti se të gjithë njerëzit, edhe ne i dolëm nga bota, dolëm të vrarë, të raskapitur, të sakatosur, edhe ai që duan të gjejnë në shtëpinë e Zotit kush është? Është paqe. Shumë herë thonë që kisha është spital. Këtu do vi Zoti dhe do na i lyj ato plagët vëllezër me fjalën e tij, me dashurinë e vëllezërve, me dashurinë e tij, lavdi Zotit. Dhe më vonë i thot pasaj, thot Zoti vëllezër që kur të dy sheku t'ikën, thot fjalë të mira për Gjonin. E shkon që nuk e gjykoj Gjonin, Zoti thot që e pa Gjonin, ai që të shmoj për mua, punëtor është ai, jo vëllezër. Por thot fjalë të mira dhe të themi gjithmonë fjalë të mira për vëllezërit tanë, sepse atë që ka zemra, vëllezërat atë nxjerr dhe goja jonë shumë herë. Të jemi gjithmonë të gatshëm të themi fjalë të mira për vëllezërit. Gjithmonë, do thotë po vllai beri këtë, le ta bëj secili nga ne dhe qëndron përpara Perëndis. Ecjen tonë e kontrollon Jezus Krishti, nuk kontrollojmë ne dot. Nëse ndodh diçka me vllan, vllai vetë në shtëpi penduar qafë para Krishtit, i kërkon falje, kurse unë rri dhe merrem me gjykim. Ma beri kështu edhe filloi hap në gjithë kishën. Lavdi Zotit. Ta kemi të kujdesshëm vëllezër në lidhje pastaj përket marrëdhënieve me njëri tjetrin, sepse qëndrojmë të gjithë të zhveshur dhe lakurit përpara Perëndis. Të gjithë ato që fliten në fshehtësi, të gjitha i shikon Krishti. Të gjitha pa përjashtim. Të gjitha ato janë të fshehura sot në zemrën time, i shikon Krishti. Mënyra se si flas, ai e di se si flas. Mënyra se si flet, se si gjykon, i shikon të gjitha Zoti vëllezër. Prandaj përpara të qëndrojmë të zhveshur, por të jemi dhe ne ashtu siç ishte Jozefi, që tha si mund ta bëj këtë përpara Perëndis. Mos ishte bashkë me të Zoti, nuk ishte aty. Por në zemrën e tij ishte vendosur kaq bukur ajo që Zoti shikonte dhe ishte i gjallë, saqë kur erdhi mëkati përballë vëllezër, ajo gruaja Pocikari. Si kishte? Pocikari. E mohoi. E tha që si mund ta bëj këtë gjë tha përpara Zotit tonë, pse se donte të pëlqente Perëndis vëllezër. Lavdi Zotit. Nesër iki për në Greqi. Ditët kaluan shpejt, si kaluan ditë e Gjonit, kaluan dhe ditët tona. Sepse ka një fillim vëllezër, ka dhe një mbarim. Po doan që fillimet tona ashtu ishin të mira me Krishtin, edhe fundi jonë të jetë i mirë me Krishtin. Fundi i Gjonit ishte i mirë. Ky ishte një çast dobësie për të. Lavdi Zotit, të gjithë siç thash, vjen Zoti thotë drejti 7 herë bie dhe 7 herë ngrihet, pse? Se e ngre Perëndia, e ngre Krishti. Nga vetë ja nuk e këtu ngritur asnjëherë. Siç tha vllai në qoftë unë, më vjen Zoti një pengesë më thotë që do rrihet në shtëpi të ngrihen vetëm, nuk kam për të ngritur kurrë. Është 100% e sigurt. Në Rodos jemi vetëm një kishë, i thosha vëllezër. Në Athinë ka shumë kishë. Edhe ka një të mirë kur janë shumë kishë, sepse dëgjojmë nga vëllezër të ndryshëm predikime të ndryshme. Sot vi këtu në Tiranë, nesër do vete në lagje tjetër Tiranës, pas edhe në lagje tjetër Tiranës, edhe dëgjoj predikime të ndryshme nga
nga vlezat ti. Kurse ne në rrotë jemi vetëm një kishë dhe them shumë herë që ne vim në fërkesa me njëri tjetër, nuk mund të themi që një familje s'ka probleme. Të gjitha familjet janë me probleme. Edhe e mira e Jona të jeti kush është dhe zërë, që nuk kemi ku të shkojmë. Atyri, një kishë. Ato zajë në lumë, goditën edhe fërkojnë njëra tjetër në kanë të rumbullakët, ikin ato cepat. Kështu jemi dhe ne aty. Aty jemi përsëri, me ato dobësit tona, me ato vështësit tona. Shumë herë edhe se gjemi një tjetër, pasaj e gjemi prapë njëri tjetër, por të gjithë bashkë luftojmë për një qëllim të vetëm. Që të arrim një ditë të shikojmë fytyrën e Krishtit. Zoti të bekoj shumë.